Tirana ka një konsiderohet si një shkallë për të shtypur, për të shkelur me këmbë, që ky dikushit bëhet kryetar partia apo kryeministër. E nisi Edi Rama, e vazhdoi zoti Basha, e vazhdoi Erion Veliaj, dakor? Dhe për gjithë këto vite neve kemi parë këtë sjellje arrogante ndaj qytetarëve të Tiranës dhe Tiranës vetë dhe territorit, vetëm për ambicet personale të një personi që e konsideron ato si lloj trampoline për një të ardhme politike. Pra një Tiranë për Tiranë. Jo detyrimisht Tiranë, kjo një administrator na duhet. Ne na duhet një administrator, se themi drejt, është komuniteti më i madh është absolutisht i Tiranësve në Tiranë, diskutohet, por ka komunitete shumë të rëndësishme, komuniteti i dytë është i Dibrës, komuniteti i tretë është i Korçës, tash ti themi realitetet. Tirana është tashmë është e përbërë. Dhe po të shihni edhe në folurën tim, dialektin tim është shumë i zbutur. Krahasim me çdo kishte qenë i babait tim, i gjyshit tim me radhë, pse? Po sepse neve në shkollë kemi qenë me të gjithë njerëz ndryshëm apo jo? Kemi bërë krushqi, kemi ne. Kjo është e vërteta. Tirana tashmë është qytet i përbërë nga shumë komunitete, por ka nevojë për një administrator. Sepse në fund fare ditës çfarë është bashkia? Shërbime ndaj publikut. Çfarë politika është larta ka bashkia? Nuk merret me politika të mëdha bashkia. Dhe për mua vjen krejtësisht natyrale se nga shteti publik shkon shërbim publik, nuk ndryshon shumë elementi. Prandaj në këtë aspekt besoj u përgjigja pyetjes tuaj, po patjetër kërkon kjo një PD me një lloj organizimi ndryshe, me një lloj le të themi pragmatizmi ndryshe, sepse ne nuk mund të vëjmë rregulla për gjitha bashkitë njësoj, nuk janë gjitha bashkitë njësoj. Nuk është Tirana njëjtë, nuk duhet t'i heq asgjë, nuk duhet t'i ul as krenarin as. Tirana është gati gjysmë Shqipërisë. Po nuk mund ta krahasojmë me Kustecin. Absolutisht. Dakor? Dhe unë jam bindur edhe vetë Pustetin nuk do të krahasohet për shembull Mali, pse? Se kanë diferenca demografike, gjeografike, dëshirash, problemesh e me radhë. Pushteti vendor do të jetë vendor dhe ne duhet t'i kthejmë asaj që funksiononte, se kemi centralizuar shumë. Do t'i kthejmë komunave që i kemi pasur. Sepse çka ka ndodhur tash me këta kryetar bashkie që kemi Erion Veliaj, se këta të tjerët i kanë pas ndan paktën, Basha dhe Rama. Kanë lënë masdore komunat. Fshatrat, pse janë të parëndësishme për ata nga pikpamja e investimeve, nga pikpamja e numrit njerëzve që banojnë aty me radhë. Qyteti është më i rëndësishëm. Aty janë 1 milion banor. Aty janë më pak. Ka pas interes. Atëherë, a është e drejtë që ato t'i lësh të administrojnë vete? Se kanë problematikën shumë ndryshe nga qendra e qytetit. Por kjo do shihet në reformën territoriale dhe kam frikë që e liga po su ndal vazhdon të bëhet dhe shpërhapet më tej. Kështu që është shumë e nevojshme që ne vetë ligës fillojmë të themi stop. Faleminderit doktor. Faleminderit juve.